në transmetim të drejt për drejt të zonja dhe zotrin dhe jo, nuk ka vetëm tema të rënda, nuk ka vetëm vështirësi ekzistenciale, ka dhe gjëra tjera shumë të mira, shumë simpatike dhe sidomos nëse bëni dhe xhiro nga protesta, mundet fare mirë të shikoni pas nesër, jo sot, një gjë po aq jashtëzakonisht interesante që do të ndodh diku aty tek piramida. Do të jetë një ekspozit dhe kemi marrë peng protagonisten e asaj ekspozite, sigurisht njeriu që qëndron pas saj, kemi marrë peng që nga Vjena deri këtu, me shpresën që nuk do të jetë si në rastin e Franz Ferdinandit dhe të shkaktojmë një luftë botërore për të, por Albana Jupi është me një artiste e re dhe shumë kreative. Mirëmëngjes, si je? Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je kaq vjeneze në këtë vizitën tënde në studion ton modeste. Si po i gjen Tiranën? Shumë kaotike. Faleminderit. Shumë kaotike. Mburremi me këtë. Po shumë jetësore. Ka shumë frymë, ka shumë jetë. Sepse kur vjen nga Vjena është një lloj traume kjo. Traume bukur. Traume bukur. Ti ke zgjedhur piramidën, janë gocat aty, kështu quhet galeria nëse nuk gaboj. Po shkurtese Gallery of Contemporary Art. Po që janë dhe goca për vajtë, po. E kupton ti ku do të dali ajo. Megjithatë ti vjen me atë që ne e njohim si trup dursi ose fenomeni më i njohur global, që është trupi i verës, por jo, ti nuk e ke atë kuptim, e ke body under construction, trup në punime apo edhe mendje në punime sipër? Të dyat bashk. Ekspozita quhet Body Under Construction. Qëllimi ose koncepti i titullit ka qenë, unë mendoj që jemi njerëz që eksperiencat tona ose jeta është projekti më i gjatë jetësor që ne posedojmë. Edhe eksperiencat, përvojat, dashuria, migrime, gjitha këto sjellin histori brenda trupit. Edhe për atë arsye është si projekt më i gjatë i jetës, sepse është gjithmonë ndërtim. Edhe kjo ka ardhur tek lidhja e trupin në ndërtim. Në ndërtim. Mandej kam desh me lidh pak a shumë me konceptin e ndërtimit, sepse si shoqëri ballkane që jemi, ndërtimit i kemi shumë favorite. Si artiste e Ballkanit përdori materialin në këtë rast që cilësohet mashkullor, që përdori për ndërtime, edhe në këtë rast nuk është që përdori ndërtim të strukturave shoqërore. Nuk është se ke bloqe betoni nga ato gritë të mërshme. Ka pjesë, po në këtë rast nuk ndërtoj qytete, po ndërtoj trupa. Ndërton trupa? Ndërtoj trupa me rër nga Kosova, ku këtu po shohim ekspozitën e fundit që ka qenë në Vjenë. Trupat janë, domethënë, dhe gjëja e re që kam fillu me dalin edhe skulpturat, ku trupi del jashtë pëlhurës dhe krijohet një iluzjon i ri. A ka një domosdoshmëri tënden për të qenë multimediale, pra për të mos pasur një disiplinë ngushësisht, klasikisht, monotematike? Jo, me patjetër. Apo është domosdoshmëria e shprehisë? Unë mendoj që kjo ka evolu me kohën si proces artistik, sepse në fillim kam qenë shumë vetëm në pjesën e pikturës, mirë po gjatë zhvillimit artistik kanë ardhur gjëra natyrshëm, ku kanë qenë shumë të nevojshme me i fut mandej në pjesën artistike. Edhe mendoj që evolimi në çdo aspekt jetësor, po ashtu edhe artistik është gjë shumë e rëndësishme. Po, nëse e ke raportin me publikun, a përjeton ti një moment të merri dhe terrori, apo është një uri e paplotësuar ajo e shprehjes nëpërmjet një disipline tjetër, të panjohur ndoshta, apo të pa ushtruar rregullisht për ty, siç është nga pikturat e skulptura apo multimedia në përgjithësi? Çfarë ndjesie ke kur mendon që një